Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm dhe sot do të flasim për pjesën e gnosticizmit dhe arkonët. Ky podcast do të jetë i shoqëruar me foto ilustruese për të dhënë mesazh më të qartë drejt asaj që ne duhet të studiojmë. Për ata që mua më ndjekin dhe kanë bërë rrugëtimet ezoterike, dinë se kur unë i jap ato nuk shfaqem me imazhin tim, jo sepse unë nuk kam dije apo çfarë thon këta motivuesit apo spiritualistët fillestar që thon se duke u përgatitur me PowerPoint apo me gjëra të tjera ju fshihni atë pjesën e ndarjes së informacionit dhe përpiqeni të lexoni, absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Unë mund të kem materiale të cilat i mbledh nga studimet e mia, por jo që të fshihem sepse unë nuk komunikoj. Me pak fjalë, dua të them se atë që unë bëj është një metodë pitagoriane shumë e vjetër, të cilën e përdorte Pitagora në trajnimet e tij në rrugën e ezoterizmit dhe mistikës dhe mësimet që ai mbante në shpellë duke i ndar njerëzit nga njëri tjetri për arsye që ata të mos kishin komunikim gjatë kohës që merrnin mësimet, por të fokusoheshin te zëri i Pitagorës dhe te ndërgjegja e tyre. Do të flasim sot për gnosticizmin. Çfarë është gnosticizmi dhe ku ndryshon gnosticizmi nga rrugët e tjera apo nga ato rrugë të cilat quhen rrugëqore. Gnosticizmi është një traditë e lashtë shpirtërore, filozofike e shekullit të parë deri në shekullin e 3 pas Krishtit dhe mëson se njeriu jeton në dy botë. Bota materiale është bota e parë ku njeriu jeton dhe kjo botë është e kufizuar dhe kontrolluar nga ata që ata njihen ndryshe si arkonët. Bota shpirtërore është shumë erë e madhe dhe sigurisht ka të bëjë me evidencën hyjnore ose me dritën, të cilën gnostikët e quanin pleroma, burimi i dritës dhe i vetëdijes së pastër. Gnostikët njihen thellë nëse ju i futeni krishtërimit, sepse është pjesë e krishtërimit kjo, ashtu siç është edhe në Islam një pjesë e mistikës që nëse i futeni Islamit thellë do doni apo nuk doni ju do t'i takoni sufistët. Sufismi është po e njëjta gjë si gnosticizmi, por ata studiojnë Zotin ose Allahun në atë rast, ose krishtërimi studion Zotin, qenien supreme, por në mënyrën mistike, jo drejt për së drejti atë që transmetojnë feja. Kjo nuk është gabim, por unë nuk preferoj ta quaj as të drejtë sepse çdo njeri e shikon vetë të drejtën e tij sipas botë kuptimit që ai ka. Të mos largohemi nga tema dhe të qëndrojmë brenda temës, sepse qëllimi nuk është që të flasim për fetë, por të flasim për pjesën gnostike dhe arkonët, ashtu si unë fola në emisionin e parë. Qëllimi i njeriut nuk është që të ndjek dogma, por që të zgjohet, të kujtoj origjinën e tij hyjnore. Zakonisht, unë do t'ju rekomandoj fort ta lexoni këtë libër, i cili quhet Memoria kozmike nga Rudolf Steiner, dhe ai e përmend shumë bukur se njerëzit ose atlantidasit më saktë nuk e përdornin trurin prefrontal ose korteksin e tyre prefrontal për të përdorur anën tonë racionale si ashtu ne jemi sot, por përdornin gjithmonë evidencën hyjnore që ai e njihte ose emëroi me emrin memoria kozmike. Dhe ai thoshte se njerëzit kur arrin atë pikë ose atlantidasit kur arrinin atë pikën e lartë të tyre ose evidencën më të madhe hyjnore, ata nuk përdornin më racionalitetin e tyre, por thjesht kujtonin. Kujtonin nga jeta e tyre. Ata lidheshin me memorien akashike ose memorien kozmike dhe shkarkoheshe informacion
i gjerë brenda kokës së tyre dhe ata nuk kishin më nevojë që të mendonin se si do t'i zgjidhnin problemet, ata thjesht i kujtonin ato dhe e dinin sepse jeta në thelb nuk është asgjë tjetër veç se njerëz të rinj që bëjnë gabime të vjetra. Këtë filozofi përdor dhe sot ndikuesi i madh rus Aleksandr Dugin në çështjet politike, sociale dhe shoqërore. Gnoza është njohja e drejt për drejt e përvojave të brendshme së të vërtetës njerëzore pa përdorur trurin racional. Gnosticizmi ka një strukturë shumë të veçantë ku unë jam përpjekur ta mbledh me disa pika. Pika e parë ose mbretëria e dritës siç njihet, që është mbretëria absolute e përkryer e pa kufizuar jashtë kohës dhe hapësirës, quhet pleroma. Këtu ekziston burimi origjinal i ndërgjegjes ose vetëdijes. Dhe kjo është ajo që ne jemi pjesë e saj. Pika e dytë janë aeonët. Aeonët janë pjesë të ndërgjegjes ose inteligjencës ynore brenda pleromës. Forca krijuese si arketipa të dritës, logos ose arketipe të ndryshme siç janë heronjt, siç është nëna apo gjëra të kësaj natyre. Pastaj vjen Sofia, që është urtësia e madhe. Aeoni që përmes dëshirës së thellë për të njohur burimin shkakton rënien e energjisë në materie. Ajo simbolizon shpirtin njerëzor që bie në arresë për të mësuar dhe për të rikujtuar se nga vjen. Prandaj është ajo pyetja e famshme: kush jam unë? Nga vi dhe ku do të shkoj? Pastaj do të njohim demiurgun, krijesa e universit fizik, ligjeve, trupave, të kohës, i fuqishëm, por në të njëjtën kohë edhe i kufizuar. Ai beson gabimisht se është i vetmi Zot që mund të ekzistojë. Dhe poshtë demiurgut fillojnë arkonët, rojet e sistemit material. Forcat psikike që ndryshe janë në analogji me arkonët si ata që mjegullojnë mendjen, krijojnë iluzione, bajnë shpirtin të kapur në ego, frikë dhe hutim. Ushqejnë mendime automatike. Dhe pas arkonëve vim ne. Njeriu, një qenie hibride midis 7 hemisferave, duke filluar nga pjesa e parë që është materia primordiale e pa formuar, pastaj kalojmë te bimësia, pastaj kalojmë tek kafshët, pastaj vim ne, që jemi të katërt në rënditje, dhe pastaj fillon trupi i nivelit shpirtëror të ulët, të mesëm dhe të lartë. Që futet shpirti, që është Sofia, dhe shkëndija ynore, që është niveli më i lartë, është pleroma. Gnostikët, rrugtimin e tyre thonë se ne po bëjmë këtë rrugtim që të kthehemi drejt ndërgjegjes në burim. Momentet e zgjimit ku egoja bie, perceptimi zgjerohet dhe njeriu kujton kush është në të vërtetë. Këto janë përmbledhjet që unë kam dashur t'i ndaj me ju. Arkonët, kush janë në të vërtetë dhe si funksionojnë ose çfarë simbolizojnë, sepse e kemi thënë se ezoterizmi nuk është vetëm të dëgjosh, por është edhe të kuptosh, por edhe të përjetosh. Pra, arkonët nuk janë qenie fizike. Ata janë mekanizma psikologjik, programe të pavetëdijes, struktura të egos tonë, forcës së frikës dhe iluzionit, energji që kontrollojnë perceptimin tonë, sepse duhet të zbresësh me këmbë në tokë dhe nuk duhet ta marrësh të gjithë historinë ashtu siç ti e dëgjon. Në shoqëritë sekrete
ose një nga shoqëritë sekrete që është më të avancuarat, siç është masoneria ose akoma më shumë kryqtar trëndafilët ose kryqi i trëndafilët që është rëzikursianët, pretendojnë, ka një shprehje shumë të bukur që thonë se e vërteta është ajo që duhet të fshihet më mirë përpara syve të gjithë njerëzve. Sepse vendi më i sigurt për të ruajtur të vërtetën është përpara syve tanë. Dhe njerëzit ndahen në dy kategori. Janë ata që nuk lexojnë fare, janë edhe ata që lexojnë rreshtat, ndërsa kategoria e tretë është shumë unike. Prandaj nuk e quaj fare sepse ata nuk lexojnë rreshtat, por lexojnë hapësirat midis rreshtave. Dhe kjo është vërtet pikante. Arkonët kryesor të njeriut ose dhe të aspektit fizik janë arkoni i frikës, i cili paralizon zgjerimin shpirtëror. Arkoni i dyshimit krijon ndarje mes vetes dhe potencialit. Arkoni i hutimit shpërqendron, bombardon me informacione. Kemi arkonin e egocentrizmit, iluzionin e identitetit fals, që mendon se ky jam unë. Arkoni i pasionit, instiktet tona të pakontrolluara. Arkoni i inercisë, demotivim, shtyrje, apati dhe një ndjenjë boshllëku shumë të madhe tek këta individ që i kanë lejuar arkonëve dashur pa dashur që në jetën e tyre të kenë një prezencë fuqiplot. Kemi dhe arkonin e fundit që unë preferoj ta quaj arkoni i iluzionit material, ku bindja se materia është e vetmja e vërtetë dhe ky është arkoni më i rrezikshëm, sepse sundon mbi 98% të popullsisë. 98% të popullsisë janë të sunduar nga arkoni i iluzionit material, ku mendojnë se pasuritë që ata kanë krijuar dhe që ata po krijojnë janë të përjetshme dhe janë të tyret, ata i zotrojnë, ata i posedojnë, ata do t'i kenë, dhe ata bëhen sklever të këtij arkoni pa e kuptuar, sepse një arkon jeton shumë i lumtur në mendjen kokboshe dhe në shpirtin e boshatisur nga të gjitha aspektet e shpirtërore dhe duke mbjell këtu vetëm aspektin material. Derisa vjen një pikë ku më kujtohet një shprehje shumë e famshme e vizionarit, udhëheqësit, një nga burrave më të ndritur Albert Pajkut, ku thotë se do të vijë një kohë që brenda vetes tënde do të qëndroni dhe do të kuptoni se nuk mundeni do t'i shërbeni dhe Perëndisë dhe paras në të njëjtën kohë. Dhe njerëzit ndahen, të qiellit dhe të tokës. Qëllimi i arkonëve është të mos lejojnë që ne të kuptojmë se kush jemi, të mbajmë ndërgjegje në nivel sipërfaqësor, si për shembull ha, qesh dhe shko në tualet, ose madje mund të futim dhe pak riprodhim dhe mund të shtojmë dhe disa doza kënaqësie, alkool dhe drog, shiko filma dhe kaq. Pastaj kur ti s'ke më çfarë të japësh, fillon bën ndonjë gjë tjetër, edhe kjo materiale ose edhe ndonjë gjë tjetër ku mund të bësh ndonjë show, të provosh ndonjë aventurë të re vetëm për t'ju larguar versionit tënd të vërtet të vetes, sepse njerëzit bëjnë çmos që të largohen nga përballja me veten e tyre, atë që Jungu e quan hijet. Sofia, ndryshe nga arkonët, është urtësia që ra dhe ndriçoi botën. Sofia në analogjinë ezoterike përfaqëson kërkimin shpirtëror, rënien në materie, dhimbjen e ndarjes dhe udhëtimin e rikthimit. Ajo është simboli i njeriut. Një shprehje e bukur që më kujtohet është se kush ndjek dëshirat do të vuaj dhe do të gëzohet, dhe kur të vuaj nëse nuk i përballon dot vuajtjet do të shkatrohet.
qenia hyjnore që harron origjinën për të bërë më e vetëdijshme kur kthehet është Sofia. Në çdo qenie njerëzore ekziston një Sofi e brendshme, një shkëndi nga bota e dritës, dëshira për të gjetur të vërtetën, për të kapërcyer errësirën dhe për të rikthyer në dritë. Demiurgu gjithmonë do të jetë padroni i këtij realiteti fizik. Demiurgu është arkitekti i botës materiale, i fuqishëm por i verbër shpirtërisht. Krijuesi i trupit, ligjeve, instinkteve, dualitetit. Ai nuk e sheh pleromën. Kështu mendon se është i vetmi Zot. Në psikologji dhe në ezoterizëm ai simbolizon racionalitetin e verbër, kontrollin, egon kolektive, sistemet që na mbajnë të lidhur me materjen. Roli i tij nuk është të na dëmtojë, por të ndërtoj arenën ku njeriu zhvillon ndërgjegjen. Çfarë dua të them me këtë? Nëse doni ta përjetoni këtë që unë dua të shpjegoj tani, duhet të zhvisheni nga mendimet racionale. E di që është e vështirë që të mendosh pa përdorur racionalitetin tënd, por udhëtoni pak në kohë. Lexoni librat e vjetër, librat e shenjtë. Më kujtohet një shprehje mbretit Solomon ku thotë se ashtu si mendon me zemër, kështu do të jetë jeta jote. Ai shumë bukur mund të kishte shkruar ashtu si mendon me mendje, kështu mund të bëhet jeta jote, por jo. Pse? Sepse nuk duhet ta përdorësh racionalitetin gjithmonë. Në taoizëm është një shprehje shumë e bukur ku ata e quajnë pjesën e dritës ose këtë që njihet ndryshe si pleroma në gnosticizëm, e quajnë Tao. Dhe thonë se nuk mund ta përjetosh dot Tahon asnjëherë drejt për së drejti, por mund të bësh diçka që është më afër ta me Tahon. Mos u përpiq ti kuptoni të gjitha gjërat, por përpiquni të përjetoni të gjitha gjërat. Nëse ju shikoni një flutur teksa lëviz nga një lule në një lule, mos u përpiq ta pyesësh trurin tënd racional, se si ajo e bën atë, se sa të madh e ka kraun, sa shpejt e hap kraun për të ngritur në fluturim. Por jo, vetëm shikoje dhe përjetoje atë dhe ato gjërat që ti ndjen për atë moment, të caktuar, qoftë kjo për fluturën apo për shumë gjëra të tjera, ti je duke përjetuar një aspekt ose aspektin më të afërt të Tahos. Është shumë e vështirë që ta kuptoni, por nëse kjo arrin të zhvillohet brenda jush, më besoni që do të keni përgjigje për shumë gjëra të cilat mendja racionale nuk mund t'i japë përgjigje. Pse? Truri jon, sado që ta arrijë, është gjithmonë i vdekshëm. Është një mendje vdekatare që është e kufizuar, sepse përfituroni një rreth. Dhe nga ky rreth ju këpusni një pjesë. Dhe atë pjesën që këpusni filloni dhe e masni. Dhe që në atë moment që e masni, ajo pjesë bëhet e metë. Nuk është më e plot, sepse ndahet nga e plota. Këto ishin dhe mësimet e të madhit Petrozhei, që ja u rekomandoj të kërkoni dhe të lexoni për të vërtetën. E vërteta ka shumë këndvështrime, por megjithatë, një këndvështrim shumë i mirë që t'i afroni të vërtetës është t'i hiqni dorë nga mentorët dhe nga spiritualistët që po dalin si kërpudhat pas shiu dhe të zhyteni brenda kërkimit tuaj. Vetëm kush kërkon brenda vetes do të zgjohet. Ata që presin që dikush të vijë dhe t'ju tregoj rrugën e ezoterizmit apo t'ju tregoj rrugën se si ta strukturojnë mendjen e tyre, ata ende janë në gjumë dhe presin shumë që të vijë një ero që nuk do të vi kur në të vërtet, sepse eroi ndodhet brenda teje. Dia ka funksionin të ti informoj deri në një farë grade, dhe mendja ka 3 nivele të gradave të ndryshme. Niveli i parë është pranimi, i cili do t'ju bëj juve të pranoni gjithçka që ju do dëgjoni, do lexoni, do shikoni dhe pasi të mbaroni këtë nivel, ju filloni të kaloni në nivelin e dytë që është
niveli i krahasimit ose i mendimit kritik, ku ju kritikoni veten, kritikoni njerëzit, kritikoni dhe aspektet që shikoni, dëgjoni dhe dini në konkluzione se kjo është e mirë, kjo është e drejtë, duke u bazuar në informacionet që ju keni dhe çfarë i bën mirë vetes tuaj dhe çfarë nuk i bën mirë, duke bërë dhe krahasime të ndryshme të kësaj natyre. Pasi kalon dhe ky aspekt, ju kaloni në fazën e zhveshjes totale që është pranimi i gjithçkaje. Kjo është faza më e vështirë që mund të ndodhë, sepse ju e kuptoni se nuk mund të ndryshoni dot botën dhe bota gjithmonë do të jetë kjo që është, por ti mund të ndryshosh veten tënde dhe nuk përpiqesh më ti bësh më përshtypje të tjerëve, por fillon ti bësh vetëm përshtypje vetes dhe aty është faza ku ti e zhvesh gjithë racionalitetin dhe fillon të përjetosh taun. Këtu nis zgjimi. Gnoza, që njihet ndryshe, është momenti i zgjimit të vërtet. Gnoza është këthjellësia e brendshme, çlirimi nga frika dhe egoja, momente të rëndësishme në jetë kur njeriu kupton se realiteti është më i madh se sa perceptimi i tij dhe kupton se sa i vogël është. Dhe në shprehjet tona të ezoterizmit kemi një shprehje shumë të fuqishme, që është vërtet e thellë dhe themi se kur të rritem mund do bëhem asgjë. Ose sa më shumë të rritemi ne bëhemi asgjë sepse kuptojmë se sa shumë të vegjël jemi. Shikimi i botës pa filtra dhe aty ju perceptoni për herë të parë në jetën tuaj arkonët brenda vetes edhe në dimensionin e realitetit fizik në jetët e të tjerëve. Pra, ju perceptoni arkonët në mendjet e tyre, në jetët e tyre, se si arkonët kontrollojnë aspektin fizik. Këtu fillon zgjimi, fillon gnoza. Dhe kur kjo fillon, ti kupton se mendimet që ti ke në kokën tënde nuk janë të tuat dhe nuk je ti, emocionet që ti përjeton nuk je ti, trupi që ti mendon se e ke nuk është i yti dhe nuk je ti, historia jote që ti tregon për veten nuk je ti, dhe kur ti kupton këto të gjitha, kupton se këto të gjitha janë të ardhura për të shërbyer ty, që të bësh rrugëtimin tënd dhe të kthehesh në atë që ti je, ndërgjegje që vëzhgon. Kjo është një temë shumë e gjerë dhe unë nuk kam dashur të zgjerohem shumë sepse nëse futem akoma më thellë duke përfshirë këtu dhe aspektet e mekanikës kuantike, termodinamikën, më besoni që do të më quani një të çmendur më vonë, por unë nuk jam i tillë, thjesht kam filluar të kuptoj disa gjëra që më bëjnë shumë të vogël në krahasim me gjërat që nuk di. Kalojmë në një pikë tjetër ku janë teknikat praktik të gnostikëve. Gnostikët gjithmonë nuk do të luftojnë me forcat e jashtme, por ata do të punojnë gjithmonë me forcat e brendshme. Observatori i eshtur është një metodë shumë e avancuar e gnostikëve. Çfarë bëjnë? Gnostikët me këtë metodë fillojnë të vëzhgojnë mendimet pa i gjykuar ato, si rreth që kalojnë dhe këta i shohin. Fillojnë të zbulojnë arkonët dhe ndikimet e tyre në jetën e tyre. Arkonët janë gjithmonë aktiv dhe ti nuk duhet i luftosh ata, thjesht duhet të bashkëpunosh në formën më të mirë me ta për të kapur momentet më të mira të jetës, por edhe kur ke momente të këqija, nuk janë ata gabimi. Thjesht duhet të ndodhin, janë gjërat që duhet të ndodhin. Kështu rrjet jeta. Arkonët kanë rolin e tyre në jetë në aspektin e tretë dimensional, që është aspekti fizik, dhe ata do të bëjnë punën e tyre për aq kohë sa ne jetojmë këtu. Ka dhe akoma më shumë histori mbi pjesën e arkonëve ku ata të luftojnë, të ndjekin në kuptimin se nuk duan që ti të largohesh nga kjo fazë, por kjo është një histori tjetër dhe ndoshta do të ndalemi ndonjë ditë tjetër. Kalojmë tek pika tjetër ku flasim për frakturat e iluzionit, thyerja e iluzionit duke analizuar mendimet, a është fakt,
a më shërben, a vjen nga egoja apo nga vetëdia, janë pyetjet që ti duhet fillosh t'i bësh vetes. Vigjilenca gjatë ditës, ndalo, merr frymë, riktheu në vëzhgim. Që këtu do të filloni të mos keni më shpërthime emocionale, ndaj vetes tuaj, ndaj njerëzve. Njerëzit veprojnë ashtu si veprojnë, sepse shumica nuk e njohin veten e tyre dhe nuk e dinë sepse veprojnë ashtu. Thjesht ndikohen nga emocionet dhe mendimet e tyre. Pastaj kalojmë tek meditimi i Sofis, ku është rikujtimi i burimit shpirtëror, mbyllja e syve, qetësimi maksimal dhe perceptimi i niveleve sadopak të vogla të nirvanës, asaj qetësisë absolute që nuk ka fillim, fund, kohë dhe hapësirë. Shkëputja nga identifikimi me emocionet është kur ne përjetojmë aspekte të nirvanës dhe ti e kupton se po përjeton këta, por ajo që përjeton nuk je ti, është diçka më e madhe. Ti thjesht po i shërben asaj. Praktika e heshtjes së brendshme është një tjetër metodë ku zbutja e zhurmës mendore është një forcë e madhe për të parë veten e vërtet, asaj që ti i shërben, me ose pa vetëdije. Kam gjetur dhe disa pika të tjera të cilat po i ndaj edhe këto me ju për t'i dhënë një botë kuptim më të madh gnosticizmit dhe pjesës së tij të brendshme, duke përfshirë mënyrën se si e shohin gnostikët botën. Sipas gnostikëve, njeriu është një qenie ynore e rënë në materie. Misioni nuk është aratisja nga materia, por zgjimi. Arkonët janë shkallët e provës. Egoja është maska dhe jo thelbi. Shpirti është fragmenti i dritës së pleromës. Njeriu është ura midis dritës dhe materjes. Ai është i vetmi që mund të ngrejë ndërgjegjen e tij përtej kufive të realitetit fizik, hapësirë, kohë, 3 dimension. Dhe nëse ne do të punojmë me këto, duke rritur së pari anën intelektuale, anën emocionale dhe anën e ndërgjegjes, fillojmë që dal nga dal këto t'i fikim dhe të fillojmë të rritim veten tonë të vërtet, duke shuar kuptimin racional dhe duke prekur nivelin më të lartë, atë që Rudolf Steineri e quajti memoria kozmike, dhe ti nuk ke më nevojë të përdorësh trurin për të kuptuar gjërat, por ti thjesht i di ato, thjesht e percepton diçka, thjesht e di një përgjigje dhe nuk ke më nevojë t'i japësh argument ose të sjellësh një përgjigje konkrete për një mendje tjetër e cila do ta konceptoj atë që ti do të konceptosh, sepse Taoja është i ndryshëm për njerëzit e ndryshëm dhe secili e përjeton atë pa përgjigje racionale. Thjesht e di, thjesht ndodh dhe kaq. Mesazhet kryesore të këtij rrugtimi edhe të botës gnostike duhet t'i mbani mend, sepse me të vërtetë janë një rrugë drejt gnostikëve dhe drejt dritës. Bota materiale është një shkollë, jo një vend ndalim i fundit për ty. Arkonët janë sfida të brendshme, jo armiq të jashtëm. Demiurgu ndërton kufijtë që njeriu duhet t'i kapërcejë. Sofia është energjia jote e brendshme e urtësisë. Pleroma është origjina jote e vërtet. Gnoza është zgjimi, njohja e vetvetes si ndërgjegje. Qëllimi i fundit i ekzistencës është rikthimi në dritë, me ndërgjegje të plotë. Të gjitha këto rrugtime të bëjnë ty më të mirë për të shkuar në shtëpi, ande nga ti vjen. Faleminderit që ishit pjesë e këtij rrugtimi. Do të shihemi në videot në vijim, ku do të trajtojmë tematika akoma më të thella në aspektet e gnostikës, por edhe më tej. Deri atëherë, ju falenderoj dhe faleminderit që ishit me mua. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi. Paqe shpirtërore.